Dua të them edhe një gjë tjetër. Ai nuk ka ardhur me ska, po ambasadori ynë ka ardhur kështu. Në fakt ambasadori ynë ka ardhur me ska dhe është ambasador. Ju keni ardhur me viza, jeni askush. Pra, varkat e vogla kanë sjell shumë njerëz me ëndra, ambicie dhe që kanë dashur të luftojnë dhe që i bëjnë nder shoqërisë britanike. Ajo çfarë ka rëndësi është që të paktën komuniteti ynë i shqiptarëve këtu po jep mjaftueshëm Britanisë që politikanët britanik që etiketojnë shqiptarët ta mbyllin gojën, ta mbyllin atë dreq goje, e të mos i përmendin shqiptarët për asgjë përveç se për gjëra shumë të mira, sepse shqiptarët po japin energji, po ofrojnë shërbime, po punojnë fort, janë krenar që janë pjesë e këtij komuniteti të madh, njerëzit të kësaj shoqërie të larmishme, kështu që kushdo që i prek duhet ta mbyll atë dreq goje. Përveç me jesë, duhet të them diçka, po s'po i prek.